Namazi është shtylla e dytë e fesë islame. Profeti i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Bunia al-Islamu ala khams." Feja islame ngrihet mbi 5 shtylla. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden Rasulullah. Dëshmia se nuk ka Zot tjetër të vërtet përveç Allahut, Zotit krijuesit fuqiplot, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij. Wa iqamus salah, falja e namazit. Wa ita'uz zakah, dhënia e zakatit. Wa sawmu Ramadan, agjërimi i muajit Ramazanit. Wa hajjul beyti man istata'a ilayhi sabila, dhe kryerja e haxhit e pelegrinazhit në Mekë për atë njeri që ka mundësi. Pra shtylla e dytë e fesë islame ishte falja e namazit, dhe për nga rëndësia është menjëherë mbas shahadetit.